Populariteti i presidentit Amerikan Donald Trump ka pësuar një rënje të ndjeshme, duke arritur nivelin më të ullët që nga marrja e detyrës, sipas një sondazhi të fundit të realizuar nga Reuters dhe Ipsos. Vetëm 34% e amerikanëve shprehen se miratojnë performancën e tij në shtëpinë e bardhë, një rënje nga 36% në matin e mëparshme dhe shumë më poshtë se 47% që ai gëzonte në fillim të mandatit në janar të vitit 2025. Sipas të dhënave, pakënaqësia lidhet kryesisht me rritjen e kostos së jetesës dhe menaxhimin e konfliktit me Iranin, që ka ndikuar në rritjen e çmimeve të karburantit dhe presionin mbi ekonominë familjare. Vetëm 22% e të anketuarve shprehen të kënaqur me mënyrën se si Trump po menaxhon ekonominë, ndërsa inflacioni mbetet një nga shqetësimet kryesore për qytetarët amerikanë. Sondazhi tregon gjithashtu një ndryshim në balancat politike, ku votuesit e pavarur po anojnë drejt demokratëve me një diferencë prej 14 pikësh në prag të zgjedhjeve të ardhshme për Kongresin. Në politikën e jashtme, mbështetja për përfshirjen e SBA-s në konfliktin me Iranin mbetet e ulët, me vetëm 34% të anketuarve që e miratojnë këtë qasje. Sondazhi është zhvilluar në nivel kombëtar me mbi 1200 të rritur dhe ka një diferencë gabimi prej 3%, duke reflektuar një tendencë të qartë të rënies së mbështetjes për presidentin.